Atëherë për sa i përket shpejtësisë makinës, nëse njeriu i jep përtej limitit ligjor, për shembull këtu është me 120, këtu është me 130, këtu është me 60, këtu është me 80, dhe nëse ndodh aksidenti, thot vllai, a quhet vetvrasje? Kjo është pyetja. Nuk është vetvrasje. Pavarësisht se nuk bën, por nuk quhet vetvrasje, sepse që quhet vetvrasje duhet qëllimi për të vrarë veten. Këtu pavarësisht se është gabimi, por nuk është qëllimi. Kështu që nuk quhet vetvrasje, dhe ai që ka thënë se është vetvrasje ka gabim, pavarësisht se mund të jetë dikush prej dietarëve. Po, është gabim, sepse që të quhet diçka vetvrasje duhet të qëllimi. Ai që i dha shpejt makinës, ai e ka pas për adrenalin, e ka pas për kënaqësi, e ka pas për të shkuar shpejt, e ka pas se e ka marrë. Inshallah është për dëshmorëve, sepse futet ke përplasja.